A të ka ndodhur të refuzosh raste të personave që janë adresuar për zgjidhje tek ty dhe në cilat raste Daniela thot jo, kjo gjëja nuk mund të zgjidhet? Ka pasur raste në punën time. Zakonisht njerëzit kanë tendencën që të marrin fillimisht informacionin nga një i njohur, nga një shok, nga një kushëri, që i thot, po dhe çështja ime është njësoj, kjo punë bëhet. Dhe kur vinë të takojnë, vinë me atë idenë që ti do ma zgjidhësh sepse kjo gjë është e zgjidhshme. Dhe kur ti pastaj futesh në detaje, shikon, më ka ndodhur që kam parë dokumentacionin, kam parë që ka qenë i paplot, apo historiku i emigracionit ka qenë problematik dhe koha nuk ka qenë e përshtatshme për të aplikuar. Ja kam thënë, në parimin tim në punë jam shumë e drejtë për drejtë dhe nuk më pëlqen të flas me lule, të iluzionoj njerëzit, po, apo të them, mos e vrit mendjen se kjo gjë është e bëshme. Jo, sepse kur unë e di që ajo përfundimi në fund nuk do jetë ajo çfarë klienti kërkon, preferoj më mirë mos të futem fare çështjes dhe ta stopoj aty, sesa të ndërmarr një çështje kur e di që nuk ka sukses.